وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Ne I mallkuam jehudinët edhe për shkak të thënies së tyre, ne e vram Mesihun Isan, birin e Merjemes, të dërguarin e Zotit, por ata as nuk e kanë vrarë, as nuk e kanë varur atë, veç se atyre u është shëmbëllyer varën një tjetër, duke kujtuar se ai ishte Isai. Dhe ata që bëjnë konflikt në atë çështje janë në dyshim për varjen e Isait, jo. Zoti e ngriti atë tek vetja, aty ku s'ka tjetër sundues veç Zotit, sepse Zoti është I vetmi nga dhënjues dhe e veprues I urtë. Shpjegime. Fahri Raziu dhe Hazini kanë thënë se po të merret fraza Rasulullah si thënie jehudish, atëherë me që ata e kanë shumë mëri të madhin Isa duan të tallen me atë fjalë duke thënë ne e vram Isan, të cilin ju kujtoni se ai është I dërguar I Zotit, por nëse fraza merret si thënie nga ana e Zotit, do thotë sado që ta shajnë jehudit të madhin Isa, ai është I dërguar I Zotit dhe është I lavdëruar. Me këtë ajet Zoti e zhduk krejtësisht motimin e jehudive për vrasjen e Isait, duke treguar edhe shkakun që ata kujtojnë se e kanë vrarë. As nuk e kanë vrarë, e as nuk e kanë varur atë, veç se u është shëmbëllyer atyre një tjetër, të cilin e varën duke kujtuar se ai ishte Isai. Por si e ku u shëmbëllyi ai tjetri që vran jehudit? Në Kuran kjo nuk është shpjeguar. Interpretuesit e ndershëm të Kuranit kanë rrëfyer tradita të ndryshme, ndër të cilat më e vërteta është kjo. Jehudinët I kishin vënë roje të madhit Isa, por kur shkuan ta vrisnin, Zoti e kishte ngritur dhe ata nuk e gjetën aty. Kështu ata vranë rojen, duke kujtuar se ai ishte Isai, por pasi e vranë rojen, ranë në dyshim dhe filluan të thonë, në qoftë se ky është Isai, po roja ku shkoi? Jo, në qoftë se ky është roja, po Isai ku shkoi? Për këtë shkak, ajeti thotë se jehudinët janë në dyshim për vrasjen e të madhit Isa. Zoti për të theksuar se ai është I fuqishëm të shëmbëllej një tjetër me Isan dhe ta ngrejë atë fshehtazi jehudive, ajetin e ka përfunduar me frazën "Wa kana Allahu azizan hakima", dhe Zoti është I vetmi nga dhënjues dhe veprues I urtë. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. S'ka ndonjë njeri prej ehli kitabit që të mos I besoj profecisë së Isait përpara se ai të vdes, ditën e Kiametit ai Isai do të bëhet dëshmuesi I vërtetës kundër tyre. Shpjegime. Ehli kitabët është për jehudit e të krishterët, ajeti thotë se askush prej tyre nuk vdes pa I besuar profecisë së Isait, kur atyre u vjen shpirti në fyt për dal, melekët do t'i thonë secilit ti o çifut, përse nuk I besove profecisë së Isait? Po ti o I krishter, përse besove se Isai është biri I Zotit? Në ato çaste secili do ta kuptojë të vërtetën dhe do t'i besojë asaj, por ai besim është pa vlerë. Prandaj madhi Isa, ditën e Kiametit do të dëshmoj kundër tyre. Pra Zoti me këtë ajet I thot ehli kitabit, besojeni të madhin Isa ashtu siç duhet të besohet përpara se të vini në fundin e jetës, pasi atëherë besimi nuk bën më dobi. Fahri Raziu dhe Bejzaviu kanë thënë se I madhi Isa do të dëshmoj kundër jehudive për shpifjen e tyre të madhe kundër nënës së tij, zonjës Merjeme, dhe që e kanë përgënjeshtruar atë. Por ai do të dëshmojë edhe kundër të krishterëve që nuk e kanë besuar atë ashtu siç duhet, por kanë thënë se është biri I Zotit. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Pra për shkak të padrejtësisë që kanë bërë jehudin kundër dobisë së tyre, u ndaluam atyre disa gjëra të pastra e të dobishme, të cilat ishin të lejuara për ata, si dhe për shkak se ata I largonin shumë njerëz prej udhës së Zotit. U dham atë ndëshkim edhe për shkak se ata hanin kamat, të cilën e kishin të ndaluar, dhe për shkak se ata hanin pasurinë e njerëzve pa të drejtë. Për mohuesit ne kemi përgatitur një ndëshkim shumë të dhimbshëm. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يقولون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
Por ata që janë thelluar në dijet fetare, ndër ata besimtarët që i besojnë Kuranit, i cili të është zbritur ty, ata i besojnë edhe librat e zbritura para teje, kryejnë plotësisht namazin, japin zekatin, besojnë në Zotin e në ditën e Kiametit, së shpejti këtyre do t'u japim një shpërblim të madh. Shpjegime. Rasikhune fil ilm, quhet ai njeri që e ka forcuar diturin me arsyetimet e duhura. Ata që janë thelluar në dijet fetare është për Abdullah ibn Selamin me shok, të cilët ishin nga jehudit që ishin bërë mysliman, këta u besonin Kuranit dhe librave të zbritur përpara Kuranit. Fahri Raziu thot se dietarët janë tre llojesh. 1. Janë ata që njohin urdhrat e Allahut, ajeti e thekson këtë me frazën u besojnë librave nga të cilët nxiren dispozitat. 2. Janë ata që njohin Zotin dhe vetit e Zotit. Këta ajeti i thekson me frazën kryejnë plotësisht namazin dhe japin zekatin, ata veprojnë kështu sepse din mirë urdhëruesin e këtyre punëve. 3. Janë ata që njohin Zotin dhe urdhrat e Zotit. Këta ajeti i thekson me frazën i besojnë Zotit dhe ditës së Kiametit.